Në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e transmeton Ibn Mesudi, ka thonë mos provoni mi bën njerëzit të lumtur me diçka që i dhuron Zotin e Madhreshëm. Se s'munësh me bën të lumtur dikan me diçka që e ka hidhru, e hidhron Zotin e Madhreshëm. Tha mos e lavdroni njerin për diçka që s'është e vetja, i ka dhënë Zoti i Madhreshëm, s'është e tina. Tha sepse nëse lavdroni për diçka që s'është e tina, i keni bën padrejti. Shumë gjana në këtë dunjë kemi se ndonë, dhe kanë Allahu xhallahu ala. E ai kur t'jep edhe merr, sepse vetëm ti i takon gjithçka. E na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos provo me ndryshu të vërtetën për shkak të frikës të rrezikit tanë, sepse askush s'është më i kujdesshëm në rrezikin tanë se sa Zoti i Madhreshëm. Dhe në fund na tha pejgamberi alayhis salam, Allahu xhallahu ala me drejtsinë e tij absolute e ka lënë lumturinë e kësaj bote në besim. Dhe me drejtsinë e tij absolute dëshpërimin dhe hidhrimin e ka lënë në jo besim. Pra i cili ka zgjedh rrugën e besimit, e ka zgjedh rrugën e pastër të jetës dhe lumturinë e tij. Ai i cili ka zbrit pjaninës së besimit, ai thjesht ja ka kriju një barikat të keqe vetës, dhe vështërsitë e kësaj bote kanë me qenë një nga një.